Kjo shtëpi gjendet në fshatin Voksh në komunën e Deçanit. Pronari i kësaj shtëpie ka vendosur që nga jashtë shtëpinë ta ngjyrosë me të bardhë, të kaltërt dhe të kuqe. Ndërsa pjesa më e madhe e shtëpisë është e punuar me alkoban. Kjo shtëpi ka rreth 650 metra katror, ndërsa ubori i saj përfshin një sipërfaqe prej rreth 1800 metra katror. Një rëndësi të veçantë pronari ka kushtuar edhe qëndrimit në ambient të hapur, kjo mbase edhe për shkak të natyrës që e rrethon fshatin ku e ka ngritur shtëpinë. Pavarësisht ajrit të pastërt që ofrojnë vjeshkët përreth, pronari ka kushtuar rëndësi gjelbrimit, e që ky gjelbrim çdo herë të jetë i freskët, ai ka instaluar sistem të ujitjes automatik. Ndërsa në kopshtin e tij ai ka ndërtuar edhe këtë pishim me rreth 45 metra katror. Pas prezantimit të kopshtit të tij, pronari i kësaj shtëpie, Ram Ponxhaj, vendosi të na prezantojë ambientin më të dashur nga interieri i shtëpisë së tij. Kjo është oda e burrave, e cila gjendet tërësisht nën pishinën të cilën e prezantuam pak më herët. Me qëllim të ruajtjes së traditave dhe vlerave të popullit tonë, ai ka vendosur që edhe sot në kuadër të shtëpisë së tij të ketë edhe një odë burrash, ku ka gështetuar modernën me tradicionalen. Arsyeja pse e kam bë është këtu në fshat kam pas dëshirë që mi rujt traditat, sikur përpara më nejt shokët më mbledh kur vim prej Gjermanie, për vitri këtu mbledhem tonë së bashku, familjar, miq. Po ky është ambienti i preferuar që edhe familjarët edhe miqtë edhe që kem dëshirë këtu më nejt kur vim, është ambienti i preferuar për gjithë familjen. Ndërsa nga ky ambient i cili është shumë i rëndësishëm për pronarin, do të kalojmë edhe në pjesë të tjera të kësaj shtëpie. Së pari do të prezantojmë dhomën e ditës, aty edhe ku na priti kjo familje.
Pamjet në këtë dhomë për qendrim ditor tregojnë për investimet që janë bërë në të. Dhoma e ditës e kësaj shtëpie ka rreth 60 metra katror. Në këtë ambient janë përdorur kryesisht ngjyrat bardhë dhe zi dhe i tërë muri në këtë ambient është i mbuluar me letër muri nga Gjermania. Prodhim gjerman, pronari ka vendosur t'i ketë edhe mobiljet, të cilat janë mjaft të përshtatshme. Këtë punë e bëj edhe në Gjermani, kam firmën atje, edhe merrna me tapeta atje, me plane, me dizajnin, kështu që kam pas dëshirë edhe shpinë këtu me punu. Punëtorët i kam punu pe atjet, pe Gjermanie, edhe kam punu me punëtorët mitë. Jam shumë i kënaqur se kemi punu me të vërtet, ashtu që kisha dëshirë edhe vetë punëtorët edhe bardhë ma shumë edhe shosja, kjo edhe në dëshia edhe kësene, edhe i ka punë dhe këtu shumë për edhe për ati, këtu dizajnët, dekorimet, këtë i ka punë. Ndërsa abazhurët e kësaj shtëpie janë prodhim malajzez dhe kanë një formë mjaft karakteristike. Nëse shikon pjesën e epërme të kësaj dhome të ditës, përveç abazhurëve, do të tërheqë vëmendjen edhe ky mural që simbolizon qiellin. E njëjtë ka vepruar edhe në një hapësirë tjetër, ku përveç muralit janë improvizuar edhe dritare që të krijojnë përshtypjen që je duke parë qiellin. Që pronari i kësaj shtëpie është adhurues i ndriçimit, kjo mund të vlehet nga do që të shikosh në këtë shtëpi. Një rëndësi të veçantë ka kushtuar edhe suvenirëve, të cilat janë prodhuar nga një firmë shumë e njohur në Gjermani. E në një kënd të dhomës së ditës ka pozicionuar një komodinë e cila është e mbushur me pija alkoolike nga më të ndryshmet. Ndërsa tani do të vazhdojnë për një ambient tjetër në kuzhinë. Kuzhina digjitale e kësaj shtëpie është prodhim italian. Sikurse në pothuajse pjesën më të madhe të shtëpisë, edhe këtu mbizotrojnë ngjyrat bardhë dhe zi.
Edhe këtu muri është i mbuluar me letër muri, e cila sipas inxhinierëve gjerman, të cilët e kanë ideuar këtë shtëpi, është më adekuatja për këtë ambient. Nga kuzhina do të kalojmë në dhomat e fjetjes. Kjo është pika 4 dhoma të fjetjes. Së pari do të ndalemi te dhoma djemve të kësaj shtëpie, e cila sigurisht që është dizajnuar në bazë të parapërcimeve të tyre. Kjo mbase edhe shihet përmes pamjeve të cilat po i transmetojnë. Ndërsa tani kalojmë në një ambient krejtësisht femror. Është kjo dhoma e vajzës së pronarit të kësaj shtëpie, e cila ka zgjedhur që mobiljet e dhomës së saj të jenë prodhim italian. Prodhim italian, pronari ka zgjedhur të jenë edhe mobiljet në dhomën e tij. Në kuadër të kësaj dhome ka edhe një jacuzzi. Kjo shtëpi ka 5 banjë të cilat janë të mbuluara me ceramika spanjolle. Secila banjë në këtë shtëpi ka pamje ndryshe nga tjetra. E në fund fare do të prezantojmë terracën më të madhe të kësaj shtëpie. Ky ambient i cili shfrytëzohet kryesisht gjatë verës në raste testash apo mbledhish familjare, të mundëson një pamje të jashtëzakonshme në bjeshkët që e rrethojnë fshatin Voksh. Kjo ishte shtëpia e Rampongjaj nga Deçani. Shtëpi kjo e cila 24 orë është e monitoruar me kamera dhe ka të instaluar edhe sistemin e alarmit. Faqja jo në Facebook Shtëpitë e bukura të Kosovës VZRTV21 edhe më tutje është e hapur për propozimet tuaja për shtëpi të bukura kudo në Kosovë.